cila ka rrezë të veprime deri në 6 kilometra. Po bëj po kështu, kap pësit. Njësia manovruse. Sulmin armikët. Se që edhe mund të shihni, elementi i mbështetjes në zjarë të kapabi nuk do të nërë zjarën, ndërsa elementi me zjarë duke i lejuar elementit të sëllit që të vazhdoj të kryej krahmarin me sukses, të mbulluar avancimin e tyre në drejtim të objektivit. Sistemi antitank 66 mm. Pasi pranojmë informata nga snajperët për lokacionin e armikut, atëherë do të aktivizohen mortajat 120 mm për të goditur. I cili ka rrezë veprimit dhe saktësi deri në 200 metra, duke penetruar me automjetet e blinduara edhe shpërtim të brendshëm që të shkatërrojë objektivin. Elementet e komandës së logjistikës do të afrohen deri në një pikë të cilën e kanë caktuar bashkërisht me elementet e forcës për detyrë, ku do të vendosin një pikë të rifurnizimit logjistik. Për arsye të sigurisë, ata edhe hedhin granata tymuese në mënyrë që të kamuflojnë zonën se ku do të bëhet parkimi dhe pranim dorëzimi e pajisjeve